Mjeku zbulon të vërtetën. Hani këto ushqime dhe do ulni sheqerin në gjak në kohë rekord. Ushqimi i dur dhe aktiviteti fizik do ju mbajnë gjithashtu edhe nën kontroll në nivelet e sheqerit në gjak. Një person duhet të balancojë sasinë e ushqimit dhe aktivitetin e dur fizik dhe këshillat e mjekut për të trajtuar gjendjen shëndetësore si diabeti. Ruajtja e sheqerit në gjak gjithashtu bëhet më e lehtë kur personi i përmbajt ushqimeve më të mira për diabetikët të këshilluara me mjekun. Një plan i dur ushqimor për diabetikët përfshin marrjen e ushqimeve të shëndetshme dhe sasinë e konsiderueshme dhe respiratore të orarit të ngrënies. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Një përgjithësi, një dietë e shëndetshme për diabetin përfshin ushqime të pasura me vlera të larta ushqyese, si fruta, arra dhe perime. Sipas American Diabetes Association, do të rendisim një listë me ushqime të cilat janë në kyçe për shëndetin e mirë nëse vuani nga diabeti, por dietën duhet ta bëni në rastin tuaj individual dhe t'ju përshtatet më mirë. Prandaj këto janë ushqimet më të mira dhe duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen sipas rastit tuaj. Perimet pa nisë shte. Mbusheni pjatën tuaj me perime pa nisë shte. Për njerëzit të cilët janë rrezikuar nga diabeti, është e rëndësishme që të shtojnë dozën e perimeve në dietën e tyre. Kjo do të ndihmojë dukshëm në shumë aspekte të organizmit dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Perimet pa nisë shte do e mbajnë të lartë nivelin e fibrës dhe gjithashtu do të evitojnë edhe problemet të ndryshme ushqyese. Shtimi i këtyre perimeve në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Perimet e gjelbra gjithashtu mund të luajnë një rol të mirë ushqyes për shëndetin dhe të mbajnë larg komplikacionet e tij. Të gjitha perimet pa nisë shte janë të mira. Megjithatë, ato me gjethe të gjelbër përmbajnë gjithashtu më shumë vlera për organizmin dhe mund të mbajnë larg edhe komplikacionet e tij. Në një studim që ka analizuar, ekspertët kanë treguar se konsumi 1.35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak risk për zhvillimin e diabetit, një përmirësim më i mirë i organizmit dhe lehtësime të dukshme të shëndetit tuaj kundër luhatjeve të forta të sheqerit. Diabetikët duhet të tregohen edhe të vëmendshëm me shtimin e produkteve natyrale, siç janë edhe frutat. Frutat janë të mira për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Vetëm duhet i kushtoni vëmendje formës të lëngjeve ose të smoothit. Më mirë është të konsumoni fruta natyrale për të evituar kështu edhe problemet në shëndetin tuaj. Drithrat. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten ngadalë pas një vakti dhe të ulet risku i zhvillimit të diabetit të tipit 2. Fibrat të drithrat ngadalësojnë gjithashtu procesin e tretjes së karbohidrateve duke ulur nevojën për insulin. Drithrat përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe krijimin e një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Prandaj përpiquni të bëni përzgjedhjen e duhur në dietën tuaj. Thjerrzat. Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat që konsumonin edhe bishtajat në dietën e tyre, sidomos thjerrzat, ishin më pak të riskuar nga diabeti tipi 2. Gjithashtu, shtimi i dietës së duhur në mbikëqyrjen e një eksperti do ta keni më të lehtë të përmirësoni organizmin dhe të evitoni komplikacionet e sheqerit në gjak. Yndyrnat e shëndetshme mund të luajnë një rol të mirë pozitiv në mbrojtjen kundër diabetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ashtu si karbohidratet, edhe yndyrnat e shëndetshme ndahen sipas dy kategorive, cilësi gjithashtu dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura si frutat e thata, farat, vaji i ullirit, megjithatë mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të tilla të sheqerit në gjak. Proteinat e lehta mund të jenë një ndihmë mjaft e mirë në situatën tuaj përkatëse. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Ato do të ngadalësojnë kështu tretjen, duke përmirësuar nivelet e sheqerit dhe duke mos i lejuar ato që të ngrihen në mënyrë të pakontrollueshme.
Konsumoni proteina në bazat tuaja bimore si fasule dhe thjerëzat, si dhe mishin pa yndyr dhe peshkun. Kështu, përfitimet e tyre në organizëm do t'jenë më të plota dhe mbi të gjitha do t'jenë efektive kundër komplikacioneve të njëpasnjëshme. Nëse vuani nga diabeti, tregoni më të kujdesshëm gjithashtu edhe me pijet. Një person me diabet duhet të kufizojë pijet për të ruajtur numrin e kalorive, sheqerit, kripës dhe yndyrës. Zgjedhja më e mirë për personat që vuajnë nga diabeti është të konsumojnë ujë të pasur mineral. Gjithashtu mund të pinë edhe çaj njëshil ose edhe sasi të vogla të verës. Vaj ulliri gjithashtu mund të luajë një rol të mirë pozitiv në situatën tuaj përkatëse. Është e rëndësishme që të zgjidhni vajin e dur në përgjigje të ushqimeve të duhura. Dikush duhet të zgjellë vajin e ullirit për ta mbajtur një mënyrë jetese më të shëndetshme. Ai përmban gjithashtu edhe acidin oleik që përmirëson menaxhimin e glicemisë dhe ndihmon edhe në uljen e niveleve të triglicerideve. Shtimi i vajit të ullirit gjithashtu do të mbrojë trupin tuaj nga sëmundjet e zemrës dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e tij. Farat dhe arat gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Gjithmonë duhet të varet nga produktet me yndyrë cilësore për të ruajtur nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Përzgjedhja e duhur e ushqyesve në mëngjeset tuaja gjithashtu mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj ditore. Efektet që ato do të shkaktojnë në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe mbi të gjitha shumë të fuqishme. Shtimi i produkteve karbohidrate në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë e mirë. Trupi ka nevojë për karbohidrate për të funksionuar në mënyrë të duhur dhe të mbrojeni gjithashtu kundër komplikacioneve të tij. Disa ushqime të shëndetshme të përfshira në dietën tuaj, si orizi i kavë, tërshëra, mund të jenë gjithashtu përzgjedhjet më të mira për të cilat trupi juaj ka më shumë nevojë. Kështu në këto raste specifike, gjendja juaj do të përmirësohet ndjeshëm dhe do të evitoni kështu edhe komplikacionet e shëndetit. Proteinat janë cilësore për dietën e një diabetiku. Frutat janë burimi thelbësor i vitaminave, mineraleve dhe fibrave, por nuk përmbajnë kalori dhe natrium. Disa fruta mund të përfshihen në ushqimet tuaja dietike dhe më të mirat janë manaferat, luleshtrydhet, boronicat, pjeshkët, avokado, qershit, kajsit dhe të tjera. Disa ushqime të cilat janë të pasura me proteina mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur një organizëm të shëndetshëm dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Perimet jeshile mund të luajnë një rol të mirë parandalues kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të nxisin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Perimet jeshile janë një ushqyes me pak kalori dhe janë gjithashtu të dukshme me elementet e tyre në rigjenerimin e shëndetit dhe paksimin e inflamimeve të tij. Ekspertët i cilësojnë perimet jeshile si një përzgjedhje mjaft e mirë për rastin tuaj specifik. Arrat. Në përgjithësi ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, çdo lloj arrori përmban sasi të mirë të yndyrnave dhe gjithashtu njihet për kontrollin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Çaji është i pasur me antioksidantë dhe shumica e mjekëve rekomandojnë të pini çaj në bazat tuaja natyrore ditore. Çaji jeshil ose çaji i zi për sa kohë nuk përmban kafeinë dhe sheqer të shtuar, është një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në këto raste specifike. Gjithashtu edhe patatet e ëmbla mund të ndikojnë në përmirësimin më të mirë të organizmit tuaj. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për të gjithë, por fatmirësisht na është dhënë një zgjidhje e mirë dhe në këtë rast mund të shtoni edhe patatet e ëmbla. Zvendësoni gjithashtu edhe këto patate me produkte mjaft të mira ushqyese. Në dietën tuaj mund t'ju ndihmojë edhe vaji i ullirit, si një element i një ushqyerje bazë dhe më të kontrolluar ditore. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira ushqyes për të luftuar problemet e diabetit të tipit 2. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor i një ushqyerje të shëndetshme që do të kontribuojë gjithashtu në një organizëm më të mbrojtur dhe të evitojë komplikacionet e tij. Ndaj, konsultohuni me mjekun tuaj dhe zgjidhni dietën që ju përshtatet më mirë për të rregulluar luhatjet e sheqerit në gjakun tuaj.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.